Mes bisedave të shumta, zhurmës së valigjeve, ritmit të fluturimeve pafund, aty në aeroport qëndron e heshtur kjo figurë, e vogël, e padukshme për syrin e zakonshëm, por në heshtjen e saj ajo thërret një histori që të rëndit në shekuj. Ky është ai, një ikonë e përjetësisë, një njeri që digje për artin, një shpirt që shkrinte nota në zjarr. Ky është Franz Liszt, dhe ai nuk është vendosur rastësisht në zemrën e këtij aeroporti në Budapest. Liszt nuk është thjesht një kompozitor, ai është një legjendë në tokë. Imagjino dikë që në shekullin e 19 performonte me aq pasion dhe fuqi saqë njerëzit humnin ndjenjat, pa fjalë. Ai ishte ylli i parë i muzikës klasike, një rockstar para se të ekzistonin rockstarët. Gratë çirreshin në koncerte, burrat e urrenin nga zilia, pianot dridheshin kur ai ulej. Ai se prekte tastierën, ai flakte shpirtin mbi të. Pse është vendosur në aeroport? Dhe tani këtë figurë të zjarrt, Hungaria e ka bërë portën e parë të saj për çdo të huaj që shkel në tokën e saj. Pse në aeroport? Sepse aeroporti është hyrja në shpirtin e një vendi dhe shpirtin e Hungarisë e mbarte ai. Artisti ndërkombëtar, patriot i pianos, shpikës i zhanreve, një mistik me duar të arta. Franz kompozoi vepra që kërkojnë teknika të larta, që vetëm ai mund t'i luante. Ai ishte aq për te kohës së tij, saqë shumë pianistë dështuan t'i performonin. Ishte njeriu që shpiku recitalin e vetëm. Një njeri, një piano, një publik, dhe bota nuk u kthye më kurrë prapa. Në jetën e tij ai nuk kërkoi famë, por fama u hodh mbi të si një stuhi. U bë prift më vonë, po kurrë nuk i braktisi notat, vetëm i shndërroi në lutje. Edhe pasi u bë prift, ai vazhdoi të kompozojë dhe i ngrinte njerëzit në këmbë. Pranë kësaj skulpture ndodhen dy objekte, një valixhe dhe një raketë për letra. Raketa për letra simbolizon ëndrat, fluturimin dhe imagjinatën. Ai nuk ishte një muzikant, por ishte një udhëtar i mendjes, tingujve dhe emocioneve. Letra është e thjeshtë, si fillimi i çdo gjeniu, por forma e raketës tregon fuqinë për të shpërthyer kufijtë e zakonshmërisë. Gjithashtu është një lidhje me udhëtimet, sepse ai ka udhëtuar pa pushim në të gjithë Europën për të luajtur më shumë se çdo kompozitor i kohës së tij. Dhe mbi të gjitha është një lojë fëmijërie në një botë të rriturish, një kujtesë e genialiteti shpesh lind nga shpirti fëminor. Valixha, në të cilin ai është ulur, është simbol i rrugëtimit dhe jetës nomade. Ai jetoi në më shumë se 10 vende, flinte në dhoma hoteli, rrinte pak kudo, gjithmonë në lëvizje. Valixha është jeta e tij në një kuti, e paketuar e gatshëm për të shkuar kudo ku arti e thërriste. Në aeroport, valixha përfaqëson kalimin, transformimin, nisjen për një aventurë të re. Ashtu si njerëzit udhëtojnë me valixhet në aeroport, përfaqësues fare i mirë i kësaj ishte Franz Liszt. Dhe pikërisht është ulur mbi valixhes, pasi ai nuk e shikon udhëtimin si barr, por si fronin e tij. Udhëtimin është pjesë e qenies së tij. Ai mbretëron në rrugëtim, ashtu siç mbretëronte mbi tastierën e pianos. Nëse ju pëlqeu, ju lutem bëni like dhe share.